Apo don me rrit biznesin ton, po s'po din kam ja nis. Qysh me kriju një plan marketingu efektiv në disa hapa të thjesht. Në ne duhesh me përcaktua audiencën. Fillimisht kuptoje mirë kë po synon, cila është mosha, interesat e problemet e tyre. Nëse jetu munu mja ushit krajtve, nuk jetu i shit kërkujt. Në 2, vendos objektivat qartë, përdor objektivat smart, specifik, të matshëm, të arritshëm e me afat kohor. Do me thëmë pa ëndra të paqarta, po vetë qëllime të qarta. 3. Zgjedh kanalet e duhura. Ku kalon më shumë kohë audienca jote? Në Facebook, në Instagram, në TikTok. Këqër ku po kalon mas shumë t'i kohë e mos hom kohë në platforma tjera. 4. Krijo përmbajtje tërheqëse. Njerëzit blejnë histori e jo produkte. Trego qysh biznesi jëtë po ju zgjedh problemet. Përdor video të shkurta, dizajnit bukura e dëshmit klientëve. 5. Monitora e përshtatur. Marketingu nuk është veç me postu e me harru. Kontrollo rezultatet çdo javë. Kupto qa po funksionon e qka jo e përshtati strategji. Marketingu nuk do të më koni komplikum për bizneset vogla. Thjesht ndiq të hapa, je konsistent edhe kimi pa rezultatet.